Nuk e kuptoj pse të gjithë pashumbjes së 11 majit janë sulur Sali Berishës. Thon duhet të ikë Berisha, pse nuk ikën Berisha, të dorëhiqet Berisha, pse vetëm Berisha nuk largohet nga PD. Këto dhe të tjera artikulacione me kontekst politik i thon gazetar të politikës, analist, pronar media, qytetar, madje edhe pastrues rrugësh, si ka mundësi që Berishën e shohin si e keqja e vendit apo edhe PD-s, kur vetë demokratët e duan, kur vetë kundërshtarët e djeshëm sot thon pse duhet ikë Berisha tik Edi Rama. Hajde të Kamri Xham merre vesh radaken e shqiptarëve. Në Shqipëri mbi 70% e njerëzve merren me politik, rrugë, kafenesh dhe radhash marketesh. Askush nuk sheh punën e tij, askush nuk kërkon rritjen e nivelit ekonomik të familjes, por të gjithë kërkojnë largimin e Berishës, trupave ruse nga Ukraina apo pushimin e luftës në Gaza. Si ka mundësi që jemi gatuar keq? Në fushatën elektorale të 11 majit kishte mjaft demokratë që afroheshin në mitingjet e Edi Ramës. Pse ndodhi kjo? Sepse Berisha nuk ngro më, nuk frymëzon më, nuk ngjall më besim, edhe pse sheh se partia u përgjysmua, edhe pse e di fare mirë se me kohën që erdhi i duhen 5 fishi energjive që ta rrëzoi Edi Ramën nga pushteti me votë. Por ai vazhdon të qëndrojë stoik i palëkundur, i vendosur në bindjen e tij se nuk largohen pa ardhur edhe një herë në pushtet. Politikani që vetëm ëndërron pushtetin dhe nuk e arrin atë me luftë të pastër politike dhe elektorale nuk ka shanse të arrijë kurrë fitoren. Politikani që nuk e sheh se janë shterur fuqitë politike dhe mundësia që të rikthehet në pushtet me shumicën e votave popullore nuk ka shanse kurrë të vijë në pushtet. Të bësh lojra fjalësh me fitoret e ardhshme apo vjedhje votash dhe të mos nxjerrësh shkaqet e vërteta të humbjes tregon pamaturi politike. Nuk kthehet në aventurë personale jeta dhe veprimtaria e një partie, e një grupimi njerëzish që janë me ty për faktin sepse aspirojnë të ngjiten më lart. Berisha nuk ikën, Berisha nuk jep vetë largim nga partia dhe politika, derisa edhe ata që e sikterrisën dje sot po e mbrojnë me zjarr të mos largohet. Kjo gjë nuk ndodh kurrë. Qari i Ramës, qari i PS-s dhe qari i Shqipërisë, që të ndërtohet dhe integrohet më shpejt në Bashkimin Evropian. Saliu në Partinë Demokratike, të paktën prish syrin e keq.